Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Miqtë mi, data sot është 22, muaj 7, gjithë ditën e lume e mërkur. Jemi pak para mesnatës. Dhe, ngëdhit në Gëstivar, lidhur me ndotjen e ujit, kanë vazhduar që të jenë temë numër 1 në gjithë Maqedoninë e Veriut. Por, qytetarët sikur nuk pajtohen me atë që thot Mickovski. Mickovski nuk dha dorëheqje kur ndodhi rasti i Koçanit. Për fat të keq atje pati viktima. Po të ishte diku në veri, pra në Evropën veriore, apo në Japoni, kryeministri do kishte dhënë dorëheqje. Por nuk dha dorëheqje. Ende sot e kësaj dite, 2 vite po bëhen, nuk ka përfundim juridik të kësaj situate në Koçan. Dhe ai ngutet të kërkoj dorëheqjen e kryetarit të komunës së Gëstivarit nëpërmes VMRDP-s. E di se mbesoni, por ja ta ndëgjojmë se për çfarë bëhet fjalë. Çfarë kërkon VMRO-ja? Почитувани, има ли срам Валмон Лимани, градоначалникот на Гостивар, кој вели дека не чувствува никаква морална одговорност за скандалот со водата? Кандидатот на Филипчи, Ахмети и Таравари, Валмон Лимани, вчера вели дека за скандалот со водата, во кој директно беше погоден целиот град Гостивар, не чувствува никаква морална одговорност. Па со кое лице излегува пред неговите сограѓани и без срам и образ вели дека тој не е одговорен за грешките на луѓето кои тој ги има назначено да ги водат општинските предпријатија. Окей, Петрушевски, këtu pajtohem me ty për disa gjëra. Atëherë, çfarë të thon, pasi ai po e dheq komunën, çfarë të themi ne të tovarët për Bilal Kasamin, i cili 500 metre të futjes nën tokë, të tubacionit, të rjetit të sjellësit, ende nuk i ka futur që 5 vite. Fati madh, vërtet neve të tovarëve na do Zoti. Prej vitit 2017 që ish kryetari e komunës të Utarifi nuk bëri gjë ta mbuloj këtë tubacion. Qëndron mbi tokë në malin Sharp dhe është rrezik që dëmtohet nga dashaqin, nga kushdo. 500 metra, dini se janë. Bilal Kasami, 1 vit ka 365 ditë. 5 vite. Herë 365, pra, ke mund të bësh ka 1 metër në ditë, vetë shkosh atje. Dhe do ishte mirë që Bilal Kasami me paratë e veta delte në marsinë e Sharit dhe ti merrte me respekt të madh nga hallexhit që vinë nga shteti shqiptar për të punuar, ta mbulonin. 500 metra njerëz. Sot e kësaj dite nuk është. Çfarë të themi? Çfarë tragjedi mund të na ndodh, po shiqir që s'ka ndodhur. Veri ajo si përmendore ai tubacion. Dhe nuk skuqet, 5 pare nuk jep. 5 pare nuk jep. 500 metra. Nga 1 metër për 5 vite do kishte bë, për 1 vit e gjysmë do kishte bë, çdo ditë nga 1 metër të kishte shku të mbuloj. Apo, çfarë i bëjnë kur del? E keni parë se si në një ditë javore të ditë botërore të pastërtisë, ai deli mbledh punëtorët del nga qendra atje, gjë se pastron punët e kështu me radhë. Dilve pastro, dil shko, mbulohe. Bilal, jetë na bë shumë trika, shumë jetë na marrë në qafë. Por, ka një nalt atje i shikon dhe punë. Ai për kujdesit për ne qytetarë, jo ti. Ai. Sepse dhe shtazët e egra, mbase duke gërmuar, duke nuhatër ujin. E ka Ismail Kadere një roman mjaft interesant, Ura me 3 harqe, dhe atje ka shumë diçka interesante. Për të pështuar kalan, nuk mund të vinë deri te uji. Dhe, për të gjetur ujë, ta qenë brenda në kala, e bëjnë kështu. E lën një kal 3 ditë të mos pi ujë. Kali hutohet 3 ditë nëse s'pi ujë. Dhe e gjenë nuhatën me 10 metra nën tokë. Për çka nëse ndonjë kafshë e egër që kanë filluar të paraqiten kohëve të fundit në malin Sharp, që s'kan qenë prezente përpara, arusha shumë, e nuhat ujin dhe e prish tubacionin. A Bilal, ti je përgjegjës. Nuk është baba im i ndjerit, ti.
Dhe del atje, i pari atje në Gostivar ofrojmë ndihmë. Dhe në rregullon neve këtu, lënë Gostivarin ti, është këtë është marrëveshje, marketing, PR i VMRDP-s. Kush është Mickovski që të kërkojë ndërheqjen e një kryetari pa përfunduar të gjitha procedurat? Kush është? E keq përdor pozitën se është kryeministër? Kush është ai që jep urdhër prokurorisë, gjykatave, policisë të vazhdojnë të hetohet rasti? Okej, në rregull. Po kush është? Pse nuk dha ndërheqje ti për rastin e Koçanit? Ha? Çfarë nuk ka? Por mbi gjitha mund me fason diçka tjetër. Ja se çfarë thonë qytetarët. Kjo është vërtet në rënqese. Qytetarët më koshient se sa politikë bërësit. Vërtet janë më koshient. Vërtet. Sepse qytetarët nga Gostivari, ato qytetarët të vjetër, thonë, për ne nuk pam diçka shumë interesante. Vërtet ishte e zotnia ishte që fliste. Dhe gjithçka do të kthehet në normalitet. Po normalitet është. S'ka dhe nësën qeq, nuk u po qameti. Jo, mashallah, ja si jeta. Hiq, as mund të as asise. Kjo kote kotosh. Kote, falin atë këtë. Hiq që, familja, kojshullarët kretën, rregull. Po normalitet është, nuk e përdorim qeshme, marim ujë, piktim, aha, që shama, nuk e dhe nësën qere këto marim, kojshullarët bim, me ata shishet marim, dhe ka përcene që mos freget milleti, pse freget milleti? Kote, shtaj. Këtë rëndë bëhet luft atë këtë, e në kjo dhe ka përcene, shtaj. Po pra, qytetarët, ata të cilët për ditë po ballafaqohen thonë kretë diçka tjetër nga ajo që thotë VMRDP. VMRDP nëpërmes Gostivarit tash kërkon të bëj pazare me Vlenin për Brvenicën. Unë po i them në mënyrë publike. Nëse vazhdojnë situatat kështu, me krijimet e incidenteve, Vleni nuk i shkruhet mirë tek shqiptarët, sepse mund të ketë kontrareagim, protesta të mëdha. Ne nuk jemi si çfarë tha Miloševiqi kur ja promendën se do bombardojnë Kosovën dhe Serbia mund të ballafaqohet me krizë ekonomike. Do han barr. Jo, nuk do han barr Vlen, do han ju barr. Qytetarët që nuk do han barr. Ju se nuk dini të na mbroni. Pazaret e juve bëni me Mickovskin atje. Për atë edhe këtyre ditëve i them ministrit të drejtësisë i cili është shumë rehagjos. Ka e prapa e ka kret PR-in, po okay, për vetvete. Ulu dhe bisedo. Le ambasadorin ushtrisën e detyrës ambasadorit amerikan që e takuar. Le ambasadorin e BE-s në Maqedoni. Non stop BE që ato vërejtje i ka. Edhe për ti, kur dhe është tash ministri, dike se njëtat në mos edhe ma keq. Po sashisht për krimin e organizuar në nivele më të larta qeveritare. Kërkoj një takim me Mickovski dhe thuaj. Pa tjetër të në dërzoj Hungaria Nikola Gruevski. Pa tjetër. Mirë pa e, nuk ka këllqë që ja kërkojat. Nuk ka këllqë. Dhe, ati çfarë tha për problemin e ujit Mickovski dhe gjali? Sot. Se uji në Gostivar ka qenë ndotur që nga data 25 qershore vërtetoi edhe Prokuroria Themelore Publike, por edhe se rezultatet e qendrës së shëndetit publik më datë 29 dhe 30 qershor, se uji atje është i sigurt për pije, konfirmoi drejtori i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë. Megjithatë, ministri i Shëndetësisë nuk është i sigurt se ka përgjegjësi qendra e shëndetit publik, prandaj do t'i pret rezultatet e tyre zyrtare për të dhënë koment mbi këtë konstatim. Unë nuk jam i sigurt se qendra e shëndetit publik ka dhënë një njoftim të tillë. Unë i pres të gjitha mostrat e marra këtë vit do të dorëzohen në Ministrinë e Shëndetësisë. Është bërë kërkesë zyrtare te qendra e shëndetit publik për t'i dorëzuar të gjitha mostrat me lokacione ku janë marrë. Sa të kontrollohen këto informacione do të mund të komentoj, pra gjithçka varet dhe kur janë marrë mostrat. Ndërkohë, Klekovski theksoi se trendi i epidemisë është qetësuar, nga 290 pacientë që kanë kërkuar ndihmë mjekësore dje, sot janë paraqitur 190 pacientë. Prandaj, siç u shpreh, pasi gjendja shëndetësore është nën kontroll, tani fokusi është e vendosja e ujësjellësit të Gostivarit në përdorim. Kryeministri Kristian Mickovski lavdërua se institucione si asnjëherë deri tani kanë reaguar në kohë shumë të shpejtë.
Është e rëndësishme që tani pas letargjisë që kishte komuna, institucionet shtetërore të sigurojnë ujë teknik dhe më pas të sigurojnë edhe ujë për pije. Me pjesën tjetër po merret prokuroria. Të gjithë ata që janë përgjegjës duhet të merren në pyetje dhe normalisht Pse prokuroria nuk e di këtë punë, po kryeministri duhet t'ja theksoj, por ky të to thonë i bie Samarit i kujtohet. të merren masa ndaj të njëjtëve dhe tashmë 3 persona janë identifikuar. Informatat e mia bëjnë nga Gostivare se Valbon Limani nuk do japet dorëheqje. Dhe mirë, sepse nuk e ka zgjedhur Mickovski, nuk e ka zgjedhur as qeveria Vlen, por e ka zgjedhur populli i Gostivarit. Dhe ato 2 fishi e kandidatit të Vlenit. Por mbi gjitha, mua me fason sot shkuarja e Bilal Kasamit, i cili e ka kënaqur, e ka zdrejt nga Tetova ujë në Malin Shar, 500 metra i rinë tubacion as në ajër, as tokë, as në qiell. Dhe shkon atje shet mend. Edhe Bilal shko rregulloa punën tënde. Shiqir, them këtë, vetëm Zoti i do shqiptarët në Maqedoni, askush tjetër. Askush, as shteti shqiptar, as Kosova, kërkush si do, vetëm Zoti. Mirë po, ai Zot cilin besojnë tetovarët, jo në atë të cilët besojnë pushtetarët dhe çfarë s'ka. Ministri i drejtësisë, këtyre ditëve, është shkruar në këmbë thuaj se çdo gjë varet, ai është baba. Lidhja nuk ka fillim për fillim me atë që quhet protokoll. Shkon takohet me ushtruesin e detyrës të ambasadës së Shtetit Bashkuar të Amerikës. Okej, këtë në rregull. Pse ajo do vi do t'i zgjedhë, po ambasadoria amerikane tha Ageler që sapo ikun nga Maqedonia, $500 milion janë dhënë nga viti 1992 deri tash në Maqedoni për sistemin gjithësor. Ku janë parët? Ti si e fajtor për ato, po tash do t'jesh fajtor ti për çdo raport që do të vinë nga dashi Departamenti Amerikan i Shtetit dhe nga BE. Ti, personalisht ti. Pastaj takim me ambasadorin e BE-s në Shkup Rokas, takim me ambasadorin e Hollandës në Shkup, thuaj se ja, u zgjidhë. Ati duhet vetëm një takim. Edhe atë me Kristian Mickovsin të ulet sy më sy dhe të thotë, unë dua të punoj. Atëherë të filloj me ekstradimin e Nikola Gruevski. E pastaj të hapish një nga një të gjitha plagët e asaj që quhen afera të ndryshme. Ose në kundërtën, je bashkëpjesëmarrës, nëse nuk hapen. Pra, nga këndvështrimi kritik mund të argumentohet se njoftimin që ka dhënë sot lidhur me Rokacin është kryesisht protokollar dhe nuk ofron asnjë rezultate të po ky ende asnjë punë nuk ka bërë, thuaj se ja i zgjidhi krejt. Asnjë punë sefte nuk e pam ne ta bëjë sefte. Ne po thuaj se çdo raport ka nuk e di, se në çdo raport të BE-s gjatë tyre 22 viteve dhe 10 vite më herët Komisioni Evropian i vën kritikat më të forta në Maqedonisë, pikërisht në sistemin gjithësor, sundimin e ligjit dhe luftën kundër korrupsionit në nivele më të larta, ato qeveritare. S'ka zbatim të reformave. Shumë ngadalë për zhvilluar reforma. Ministri Sheshet, hajde hape konkursin për gjykatës në gjykatën themelore në Tetov dhe në Gostivar. S'ka gjykatës, në Kërshov po ashtu, nuk ka gjykatës. Hajde hape. Sepse LSM-ja e bëri të vetën. Ajo donte që ta shkatroj indin shqiptar politik bërës. Dhe e bëri. Ta zhvëmërë, jo do ta shkatroj, po do ta humbas krejt do. Nuk mund një gjykatës në gjykatën themelore në Tetov këtë 1 milion. Nërsa në qytetet tjera nuk kanë as nga 100 brenda muajit. Nuk mundet. Ky lavdërohet se pas ka qenë në atë komisionin për Akademinë e Gjykatësve dhe Prokurorëve. Atje ishte pastër 7-2 ose 8-2, tash mos më kapni për fjalë. 7-2 ose 8-2. Thonë 8 të braqeve të Krushevska Republika, 2 shqiptarë. Në ato 2 shqiptarë, një sipas mundësive të jetë i nacionalitetit. Jo të ato 8, po 8 shqiptarët. Dhe jemi aty ku jemi. Pra, në çdo raport të komisionit, një takim i zakonshëm nuk mjafton për masat të thuash se ja. Kur gjë, ala ditën e parë se ka bëjë, shkon të takohet me ata, thuaj se i ka kry kretë punë dhe pret. Në pothuajse një nga kritikat më të forta lidhet pikërisht me sistemin gjithësor nga BE-ja. Pra, takimi i ministrit të drejtësisë edhe Shëzivari me ambasadorin e Bashkimit Evropian Mjal Rokas u prezantua si diskutim për reformat në drejtësi dhe dhe integrimin evropian. Megjithatë, për opinionin publik mbetet pyetja thelbësore.
Çfarë ndryshon konkretisht pas këtij takimi? Kur gjë. Çfarë ndryshon? Kur gjë nuk ndryshon. Edhe që në njoftimin e Ministrisë Letet për përkushtim, bashkëpunim, zbatim të rekomandimeve dhe digitalizim, mungojnë afatet konkrete projektligje që do të miratohen, reforma që do të nisin më njëherë dhe përgjegjësitë institucionale. Pa këto elemente, takimi rrezikon të mbetet vetëm një aktivitet diplomatik dhe protokollar. Po ashtu është edhe protokollar edhe takimi me ambasadorin e Hollandës, respekte për Hollandën. Çfarë mund të bëjë Hollanda? A diheton shtësivari se në Këshillin Evropian votohet gjithë për një për të gjithë? A di një tonë shtësivari, sipas kësaj nuk e di që ka deklaruar me takimin me Hollandën. Hollanda është e ke Bullgarinë dhe usos punë. Jo Hollanda. Dhe mbretëresha e Hollandës, unë e kam shumë qejf se është shumë e bukur. Po të ngrihet dvi nuk sosën punë. Dy mbretëresha e kam shumë qejf. Të Danimarkut dhe të Hollandës. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj më të. Gjithandaj vetëm na shesin mend. BDI-ja. 1, 2, okej, në rregull është. Ka vënë një komitet për media, thuhet se vendimi i ministrit të shëndetësisë për të formuar komision profesional për shqyrtimin e rastit të pacientëve me sëmundje malinje në klinikën e hematologjisë, pasi një shqiptar, nuk është rast i izoluar. Po, është më së vërtet. Vleni është aty. Vleni nuk e bën. S'ka njerëz vleni. Për atë se bën. Se do kishin çu. Po Kutle Bashkimasoni, Kutle Bashkimasoni. Ai me ditë se është një shqiptar në një punë, ka mbetur nga BDI, ngrihet dhe shkon në ndron, e vën një. Ja e gjetëm një vend punë. Ashtu e bën edhe me vajzën time në Malmet. Më merr në telefon dhe thot emri mbi emrin atë dhe pastaj të hënën bin tjetër njerëz, se kishin ditur se ka mbetur edhe në një. Atje ka çu Afrim Gashi, partia Afrim Gashi. O është drejtori i asaj kohe, i Afrim Gashi. Respekte për zonjën. Dhe mezi se pritën të largojnë. 6 vite për BDI nuk diskutohet. Kur mos ardh në pushtet. Dhe a dini sa kam qeshur sot? Nuk e kam pasur situatën për të qeshur, por kam qeshur. Kam qeshur me Ali Ahmetin. A dini pse kam qeshur me Ali Ahmetin? Sepse edhe është njeri, por deklaratat që jep nuk e ha, nuk e pi ujin ju që ja bani PR. Nuk ka më kërkush nuk do besoj. E kam vu flamurin e shtetëror të Maqedonisë në zyrën time për shkak se më kanë thënë ambasador. Ja, majkata. Cilet ambasador o Ali Ahmeti? Pas 25 vite, shumë i dëgjueshëm. Po kjo është thjesht një Maqedonisht të thënë dvaranje, një shfaqje dashurie vëmërore dhe punës. Ja, unë jam për Maqedoni. Problemet që i ke ti, Ali Ahmeti, me familjarët e tu, lidhur me atë aferat e ndryshme, që po do të plasin, dhe ma kanë thënë sot gazetarët Maqedonas, sot ma kanë thënë. 80% është ish njeriu të ditë të Ali Ahmetit i cili po i zbulon këto. Po i zbulon. Ka një lidhje ai me dikë me pushtetin qendror dhe po i zbulon. Këtë aferet e Ali Ahmetit dhe pra. Për herë të parë vendosur flamuri shtetëror në zyrën e Ali Ahmetit, janë për shtet unitar, ishte edhe sugjerimi i ambasadorit. Kjo është pastër manipulim. Që ambasadorët dhe vinë dhe thënë ti e vinë edhe flamurin e Maqedonisë. Çfarë nuk ka be, kjo është vërtet, është vërtet. Për kemi be aq lole edhe Ali Ahmeti që në konsideron edhe Bilal Kasami. Është të i plasë cevat i rinë në hava, pa mbuluar për kërgjë, 5 vite, për vitin e 6, a i del shkon atje shet mend, në Gostivar. Okej. Nuk është okej. Kanë vazhduar erërat të ndryshme, stuhit, godasin Ballkanin, milione euro dëme në polici, benishin automjetet të dëmtuara. Këto i ka, kjo është dënim i Zotit. Lesë të me thëtë Spasovske, pas Koshanit, asgjë nuk ka ndryshuar Gostivari dhe shpon pa përgjeshmërinë e qeverisë. Prit njerëz, ende nuk e vërtetua kush ka është, po shqyqyr, lutëm i Zotit e thasha dhe për përsërit. Ai Zotin cilin besojnë shqiptarët e pollogut, është me shqiptarët. Jo me ata që besojnë pushtetarët. Ku e dim ne kush me kë është takuar në Iran? Ku e dim ne? Dim shumë mirë, ama ku e dim ne? Shumë keq është, vërtet është shumë keq. Dhe del Mickovski, i cili e mba vetveten shumë të zgjuar, më i mençur se sa unë mbahet, merrni me të njerëz. Unë mbaj vetveten i mençur sepse kam kohë të përgatitur disa gjë. Po ky del dhe thotë sot Mickovski i
shpalosi disa lokacione ku planifikohet ndërtimi i qendrës së re klinike dhe do vendos deri në fund të verës. Hiç mos vendos. Nëse deri për 2 vite nuk e ke ditur ku do bëhet lokacioni, deri në fund të verës. Çfarë nuk do dëgjosh? Çfarë nuk do dëgjosh? Çfarë nuk do dëgjosh? Çfarë nuk do dëgjosh? Ama kryeministër kemi. Kryeministër. Cili për çdo ditë rën. Për çdo ditë rën. E patëm parat në Evropë, dulën tash 7-at, 8-at, 3-at, edhe Serbia tash para Maqedonisë, për çdo gjë. Për çdo gjë. Çdo gjë. Çfarë nuk ka. Dhe në njërë ndalësh e mendosh pse Levica i bie disa temave interesant i bie. Interesant. Epidemia në Kosovë vjen pas Durmotusit, që është e vërtet, onkologjisë, që është e vërtet, dhe Kërçovës, që është e vërtet, derisa institucionet ndërtohen sipas logjikës partijake do të ndryshon vetëm emrat e tragjedive. Dhe pse e ka për këto, se vërtet në Kërçov u bë gjitha e potere për kanalizimin e Zajazit deri në Kërçov. Dhe në fund doli se s'ka kur gjë. S'ka kur gjë. Asgjë nuk është ndërtuar. Çka sa tjenë përzirë familjarë të Ali Ahmetit? Kështu thonë me dikon në gjuhën maqedonase. Ne kemi faj. Tash ne duhet t'i vuajmë të gjitha këto. Vërtet është situatë mjaft e rëndëqethëse. Gjithandej Mickovski tash kush nuk i ka dhënë të drejtë të flet në emër të qytetarëve të Maqedonisë? E mund të flet në emër të qeverisë së Republikës së Maqedonisë. Dhe askush, nuk di pse prokuroria nuk e thret në pyetje Mickovskin, kush je ti që cakton urdhra dhe detyra, çfarë duhet të veproj policia, çfarë duhet të veproj. Okej, policinë e kanë në kontroll, se është resor i dikasterit të qeverisë. Mirë, po prokuroria jo. Është e pavarur prokuroria. Ashtu thot kushtetuta. Dhe asesi që të merret me ato se për çdo ditë pushtetohen gjërat, asesi. Paga mesatare më e netër është 49.544 denar. Çfarë nuk ka? Ndërsa bruto ishte 75.000. Ku shkuan 30.000? Ave mi s'kështovit në. Dhe Filipçe ka të drejtë vetëm kur thotë se ndaj të ardhmës evropiane, do kemi qëllim shmirugës evropiane të Maqedonisë për qetë një formë gru shtete, ka thënë lideri i LSDM-s dhe Venko Filipçe. Në seancën e sotme të Këshillit Kombëtar për integrim evropian, ku ishte i pranishëm aty edhe përfaqësuesi i Bashkimit Evropian Rokas, por edhe Antonio Miloshovski, kryetari i këtij komisioni. Kërkun nuk ka kapje të muhabeteve askund. Po kjo është realitet. Ndërsa, lidhja shqiptare e Seles nuk më ka pëlqyer dje lidhur me disa akuza që ka bërë komunës së Gostivarit. Nuk më ka pëlqyer. Sepse në fund mbi gjitha, duhet të mbisëndoj kuptimi, logjika. Logjika thot, kryetari i komunës së Gostivarit pa marrë parasysh të gjitha vërejtjet që mund t'i bëhen, edhe ai ka lëshime. Derisa nuk është vërtetuar në gjyq ajo për cilën dëshon që ta dërgoj kryetari i VMRDP-s dhe kryeministri Mickovski. Sepse në Gostivar dikush bën planet e tjera për të bërë baraspesh ndërmjet Brvenicës dhe Gostivarit. Vleni, merrni ju Gostivarin, na leni Brvenicën. Ja, majka ta. Dhe thot, Ministri i Shëndetësisë nuk mund të shkojë zërat kritik dhe të tregoj se kush mund të fletë. Po. Ashtu thot ministri. Flitni sigur me kohën unë ju, ministrave, përveç ministrave shqiptarë. Ky ministri shqiptar i drejtësisë, tek do keset të lashe, tek. Jo me mu, jo. Tek do keset të lashe me shumë kërkesa të qytetarëve të cilët për ditë më tepër po u shkelen të drejtat nacionale, lirit dhe të ndryshme, duke filluar edhe ato fetare. Hajde, presin njerëzit. Presin. Ti ende asgjë s'ke prek një punë me dorë të është, e nisa si procedurë këtë. Takime. Sa dush takime? Bëni edhe të takime si që bën të BDI-ja, ministri i drejtësisë, takoheshte me avokatin e popullit, avokati i popullit takoheshte me zëdhën drejtorin. Takoheshin ndërmjet veti, kur s'kishin agjin. Por, sot tash në mbrëmje filloi të qarkulloj edhe në Vallandov, paska në ujin e Vallandovës Arsen.
Hajde tash. Hajde. Çfarë nuk ka. Më nzi se pret për këtu, përveç që mund të diskutohet, derisa organet gjithësore nuk e kanë thënë fjalën e fundit. Fjalën e fundit, atëherë nuk ka sepse të ngutet deklarata të japë dorëheqje. Mickovski vetë nuk dha dorëheqje për rastin e ku pati viktima. Tu fati i madh, Zoti ishte me shqiptarët. Zoti ishte me shqiptarët. Mirë po me shqiptarët e Maqedonisë Pollogut, jo me këta që janë në pushtet. Sepse këtyre sipas gjitha gjasave nuk është ngritur ende qëllimi fluturues nga Teherani. Dini atë prallën e qëllimit fluturues. Çfarë nuk ka. Qeveria pas ka miratuar ribalancin e buxhetit dimensionar. Këtë dihet, këtë do shkojnë Maqedoninë Lindore. Këtë dihet. Nëse se kanë fritur zëvendësministri i parë Sali që të bëjë pastaj mohbete. Reformat kërkojnë konsenzus të përbashkët. Ja ma këtë, ty në pushtet, ti ju thoshin se ne dim, këta nuk din, ta çfarë kërkojnë konsenzus të përbashkët, ja ma këtë. Ta s'dishin, ju dishit. Kështë okej. Por, këtu unë ju përshëndes, ishit në podcastin Mesut Shabani, me Mesut Shabani, dëgjojmë nesër mbrëmë.